Të nderuar vëllezër besimtar, me qenë se është 28 nëntori, është një festë e madhe kombëtare, një festë e madhe shqiptare, ndoshta është e vetmja festë që i bashkon të gjithë shqiptarët kudo që gjenden anë e kanë botës në 4 anët e globit. Andaj, pashtu shfrytëzoj rastin t'ja uroj festën e 28 nëntorit, ditës së flamurit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë, ditës së daljes në skiën të OÇK-s, ditës së lindjes komandantin ton legjendar Adem Jasharit. Lusmi Allahun xhaleshanu që këto festa të mbjellin harmoni, dashuri dhe afërsi njëri me tjetrin. Vëllezër besimtar, pejgamberi alayhis salam parin hap kur ka ardhur në Medinë, ka themelu shtetin e tij në Medinë. Dhe ai shtet mande nuk është kufizuar veç në Medinë. Ai e ka rregullu, e ka formu, e ka themelue për mi tregu tjerëve se ekzistojmë edhe jemi. Mandej ka vazhdu në Hajber, ka vazhdu në Tebuk, mandej shokët e tij e kanë vazhdu në Sham, e kanë vazhdu në Azerbejxhan, e kanë vazhdu, derisa na i kanë pru neve Osmanlit, Allah i shpërbleft me xhenet, që neve na i kanë pru Islamin, dhe ne sot me shumicë gëzohemi edhe jemi krenar që jemi musliman, edhe jemi shumë me rol në këto vende që ne si musliman dhe si besimtarë. Andaj, ata të cilët kanë dhënë pe ulemons tonë, pe hoxhallarëve, pe dietarëve, që kanë dhënë kontribut në themelimin e shtetit shqiptar, themelimin e alfabetit gjuhës shqipe, e lusmi Allahun xhaleshanu t'i gradon me xhenet. Se ata angazhimin mundin e kanë bëhe vetëm për me tregue slavëve, për me tregue armiqve të tjerë se ka shqiptarë. Dhe këto troje janë të shqiptarëve dhe ne do t'i gëzojmë kështu që jemi, flasmi shqip dhe falmi namazin arabisht. Ne kështu do të vazhdojmë deri në ditën e kiametit, kështu që na ka dhënë këto mirësi Allahu xhaleshanu, na ka gradu me gjuhën shqipe, na ka gradu me gjakun shqiptar, na ka gradu shumë edhe me fenë islame. Dhe gjithmonë duhet ta ndini krenar që jeni musliman në këto troje dhe mos t'ju vën marrë. Sa për një shembull në ditë për lexoj rastësisht, thot Katari si shtet musliman, po mburret para krejt botës që është musliman. Edhe në këtë eveniment të madh, në këtë mundial, në këtë kampionat sportiv, thot po paraqet elementet fejes. Po ju tregon hadithe pejgamberit alayhis salam, po ju shpërndan Kur'ana, po ju tregon njerëzve shahadetin, po mburret thot. Ndërsa thot Shabani, i haxhive bijes, pi vën marrë dhe thon që jam musliman. Kështu e lexova, ishte humor, po e ka domethënien e vet. Ne, kur do të jemi, çka do të jemi, duhet të kënohemi me këtë që jemi besimtar edhe jemi musliman. Kur'ani thot: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana yuhibbuna man hajara ilayhim." Ata të cilët e themelun e darës fjala shtetin, wal-imana edhe e rritën besimin, i ka lavdru Allahu xhaleshanu, të mas pari dedikohet pejgamberit alayhis salam me shokët e tij, po edhe gjithë atyre të cilët e ruajnë një shtet aty ku thirret ezani, e ruajnë një shtet ku ka xhami, e ruajnë një shtet ku ka minare, e ruajnë një shtet që është e mbjellur fara e islamit edhe fara e imanit. Yuhibbuna man hajara ilayhim, mandej wa yu'thiruna ala anfusihim, edhe japin sakrificë në vetveten e tyre, duke dhënë shumë nga vetvetja për me rritë shtetin. Hoxhallarët e përparshëm vëllezër, ulemaja kanë qenë kyç në formimin e shtetit shqiptar. Kanë pasur rol shumë të madh, po historia e enverizmit, historia e komunizmit, historia e pa histori i kanë blu këtë fakte edhe këto gjona, edhe sot neve shumë pak përminin hoxhallarët me Ahmedije, hoxhallarët me Shalla që janë konë themelus të shteti,
dhe shumë histori që nuk lexohet, edhe nuk mësohet, është historia se si kanë kontribu ulemaja në rujtjen e shtetit shqiptar, në themelimin e alfabetit shqip, në themelimin e pavarësisë tonë. Hiç më pak 75 hoxhallari ke pas në ÇK, e asnjë pyft nuk e ke pas. Ai përmend kush si përmend, ne jo që po krenohemi o vëllazër, se kena bën, vo ju otherun ala anfusihim. Kemi dashur me dhon edhe vetveten, edhe familjen, edhe pasurinë, edhe gjithçka, në ardhmë te ky liri që jemi sot. Mirë po shohmi që dikush po dënë me mbulu të vërtetën, po dënë me mbulu realitetin. A ka ma mirë se me qenë imami juve edhe ushtarit ÇK-s, edhe me qenë imami juve. Këta së një gjeni kolaj. Edhe shumë imam që na kanë shku, kanë vdek, kanë pas të cilësi, që sot lëtë më shkojnë kërë më kujtohet, qëfar pune kanë bërë, qëfar angazhimi, po sot kanë shku në rahmetin e Allahit. Po du të them vëllazër se këto gjona kanë fakt, se ulemaja kanë kontribuar gjithmonë. Të nderuar vëllezër besimtar, po ndalim edhe 2-3 minuta te hatmi e juve. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, një sahabi i quajtur Usayd ibn al-Mudhayr. Ky sahabiu thot kuntu aqra suratul Kahf faghashatni as-sahaba. Thot kam qenë duke lexuar kapitullin Kahf, kapitullin e Kuranit. Edhe thot më mbuluan mua rejt, mjegullat më mbuluan. E kisha thot të lidhur kalin afër, edhe kali thot filloi dridhet, edhe don me ikën. Tha e shtrëngova mirë, edhe lexova Kur'an. Mirë po tha, unë isha në shkretir, kretë në zetësi e madhe, tha vesh ku ka na rejt, edhe në mbulun atin e në freskun. Edhe tha, së në mbajta më sheft, të nesëmin shkova të pejgamberi alayhis salam, edhe tha për i tregoj. Kështu kam qenë duke lexu kapitullin Kahf, edhe më mbulun thot mjegullat edhe rejt. Pejgamberi alayhis salam tha, tilke sekinatu tatanazzalu lil Kur'ani. Tha, ka qenë një lloj qetësimi, një lloj kënaqësie, një lloj freskie për tije, që vinë edhe zbresin vetëm për hir të Kur'anit. Dhe dietarët ulemaja fjalën sekine e kanë komentuar në dy grupe. Një ka të bëjë me ardhën e qetësisë, e kënaqësisë dhe lumturisë në shpirtin e njeriut kur e lexon Kur'anin, që e lexojnë këto vajzat para juve. Edhe e dyta thot janë me laçë special që vinë pe Allahu xhaleshanuhu, edhe ju bini juve qetësi edhe kënaqësi edhe lumturi në zemrat e juve për hir të Kur'anit. Ky sahabiu Uswaydi tha, kesh duke lexue suratul Kahf. Pejgamberi alayhis salam tha, as-sakinatu tatanazzalu lil Kur'an. Tha, qetësia dhe rahatllëka e kënaqësia, tha zbret kur të lexosh Kur'an. Nuk e kufizoj vetëm kapitullin Kahf. Është një kapitull shumë e lavdishme. Është dritë mes dy xhumave. Edhe pejgamberi selam ka thonë, kush që lexon suratul Kahf ditën e xumë, ta asimu min fitnetit dejjal, thot ka me rujt nga fitnja e dejjallit. Du të vëllazër se ne kur do që të lexojmë Kur'an, do të na vjen freskëria, do të na vjen kënaqësia, edhe do të na vjen ajo lumturia. Edhe sot, a ka ma kënaqësi edhe ma lumturi për familjet, për prindrit, për nanat, për babat, me pa fëmijët e vet të lexuar Kur'an. Dhe këtë që lexojnë sot këtë Kur'an, kanë mja pa hajrin edhe në ahiret. Pejgamberi alayhis salam thot yuqalu lil abdi fil janna iqra wartaqi warattil. Kur të hije robi në xhenet, kam i thonën lexo Kur'an. Mande thot irtaqi, edhe vazhdo hip shkallën, ngritu, et. Fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Tha se ti keme pas pozitën, tha ati ku keme përfundu Kur'anin. Që qënit vlasër? Kime hinë xhenet, kime thonë vazhdo. Deri sa dishti me lexu Kur'an, deri sa të kesh fuqia dhe takat me lexu Kur'an,
Allahu Gjeleshanu po t'jep hapsir, po t'jep distancë, po t'jep hisën xhenet, atë sa din ti prej Kur'anit. E këto vllazër, këto motra tona, këto vajzat tona që sot e dinë dhe lexojnë Kur'anin, kanë mja pa herën jo vetëm në dunja, po kanë mja pa herën edhe në ahiret vllazër, me leximin e Kur'anit, me fitimin e xhenetit, me fitimin e hapësirën në xhenet të madh.